e lirë, si çdo të martë të mërkur, dhe të premte në orën, të premte në është në orën 9 në fakt. Pse nuk kam tendencën në gatroj të premte me të mërkurën kulla. Se nga që të martë të mërkur, fillojnë morën 10. E kuptush me qanë ka ardhe vera, për qenë qanë, do që ta fillosh fundjavën që të mërkurës, s'ke fe. Nga jo është tua? Ndjes për këtë vonesë 11 minuta. E mërkura i ra ditë premte kësë radhe. Po, ndjes për të vonesë 11 minuta, zënjë të trin, nuk kam pse të gënjej, e kisha vënë alarmin, se gjithmonë vër një alarm, gjithmonë, që të më thotë që duhet nisem për në emision, kisha vënë alarmin në orën 9 dhe çerek, se kujtoja se ishte e mërkurës, kaq e thjesht, kaq banale, kaq bazike. Kjo të regon një kohësisht dhe një gjithë tjetër kulla, që unë jam rehat nga qafa e lartë. Po shqyqër zotit. Plasët fabura e parë në ekran, le t'jo. Kulla gjitha ndej po flitet për këto Arubën. Aruba është një ishull diku nga... është shumë e rëndësishme. Më të them geografikisht ku bie Aruba? Për të zbardhur, Aruba është si Saranda me Korfuzin. Je me ka fjalën ku bie? Përballë Venezuelës. Siç është Saranda me Korfuzin, ashtu është dhe Aruba. Ishulli kujt është ai? Janë Antillet Hollandeze, janë 3 ishuj. Është i Hollandës. Aruba është e para, Curaçao është e fundit. Por problemi është që Aruba është... Nga këto BV hollandeze, BV. Po, tashi unë... Ja, ky është. Po, problemi është që Ledio i kam dhënë një harë tjetër që duhet të tregoj sa largë është Aruba nga Venezuela. Dhe nxjerri tani. Se vetëm ashtu mund ta kuptosh. Ja ke çuar Ledios? Po, sigurisht. Ja, ky është ishulli i Arubës. Ku është? Ky është ishulli. Po. Çfarë deti që nga i papare? Është i papare, është një nga detat më të bukur të botës dhe është një vend turistik i jashtëzakonshëm. Shkohet pa vizë për ata që kanë vizë Schengen. Mund të shkosh nga Shqipëria pa vizë. Se është Holland, po. Po, është Holland. Po. Por problemi është që është mu përballë Venezuelës, edhe ajo shpjegon, fillojmë dhe shpjegojmë pset dhe misteret e këtij takimi në Aruba. Ja, ku është Aruba, duhet qohet të shpjegojmë. Po, s'kam qa bëj, sepse... I sigurt? Po. S'kam qa bëj. Duhet të nxjerrë Ledio atje që të ngrihesh. Se atje në ekran s'kupton të gjë. Ja, po. Ja, Aruba... Ka be qik kullun... Ja, Aruba, ja Venezuela. Dale. Ledio, se nuk di nga të ktheja mund tani. Ja, Aruba, ja Venezuela. Jo, duhet dali të harta në kraun tënë, Qani. Okej. Dhe në kraun tim, po. Ja, Aruba, po. Ja Venezuela. Janë gjitur? Janë si Saranda me Korfuzin. Qartë. Dhe kjo gjë, për të kuptuar pse në Aruba, sepse mund shkoj ku do tjetër, në Curaçao, për të kuptuar pse në Aruba, duhet qojmë fizikisht ku ndodhet Aruba. Ku ndodhet. Dhe kush është përballë. Përva Venezuelës, që përta që se dinë, është në Amerikën Latine. Është në Amerikën Latine. Në verit e Amerikës Latine. Po, por mos harrojmë se në fillim të këtij viti, në Venezuela u rrëzua presidenti i Venezuelës, i cili u arrestua nga SBA-ja, nga Forca Speciale SBA-s, në një operacion të CIA-s, Blitz, i cili është një operacion që ka filluar që në ato vite, sepse duhet kemi parasysh që Venezuela përfaqësonte në Amerikën e Jugut, tashmë kanë ndryshuar gjërat, përfaqësonte vendin më anti-amerikan të gjithë Amerikës Jugut, dhe në të njëjtën kohë përfaqësonte dhe aleatin numër 1 të Iranit, të Kinës, por do të tregojmë dhe do të rrëfojmë të këto pset dhe misteret e takimit në Aruba, edhe të Hezbollahut. Dakord. Ky... Që ka komplikuar mua bërë. Pra, nëse ne flasim zakonisht për drogë, nuk kuptojmë tek agjencitë e zbatimit ligjit amerikane, nuk kuptojmë DEA-n. Në rastin konkret, me Venezuelën, Arubën që ka qenë, si me thënë, vendi nga ku dilte droga nga Venezuela, pastroshin lekët në Venezuelë, rihynin lekët mbrapa e tjerë, është marrë drejt për drejtësia në një operacion ndërkombëtar, ja Ledio vu sistemën e CIA-s, të
agjentëve operacional të CIA-s në një operacion ndërkombëtar që quhej Cassandra. Çfarë synonte ky operacion? Tregtarët kryesor, pra kokaina e Kolumbisë, kalonte nëpërmjet Venezuelës dhe furnizonte, pra paguante, pra makinën shtetërore të Venezuelës, e cila ishte në sanksione totale dhe rrethuar nga amerikanët, nëpërmjet trafikut të drogës, duke patur parasysh që nga Venezuela kalonte gjysma e drogës së Kolumbisë, e cila shkonte në drejtim të Evropës. Pse Aruba? E para treguam sepse Aruba është fizikisht ngjitur me Venezuelën. Pse CIA? Sepse ish presidenti, njerëzit e ngarkuar për t'u marrë me trafikun ndërkombëtar të kokainës së Kubës që kalonte nga Venezuela dhe që furnizonte pra pjesë e makinës shtetërore, ishin dy nipat e presidentit Maduro, po nipat e gruas së presidentit Maduro, pra ki parasysh Venezuela është një shtet diktatorial ku këtë punë e bën shteti dhe agjencitë shtetërore. Nëse mezi po pres që të thuash për ata që na shohin tani, të cilët sigurisht si janë detyruar të dinë gjithë këto detaje, po kuptojnë më mirë historinë, duhet ata thonë ore ç'a takimi në Aruba, ç'ke ka me Shqipërinë kjo? Priteni do vim. Jo, më ta themi atë që pastaj të dëgjojnë njerëz me interes. Dhe Okej, se thua, dakor. do ta them, prisje, po vim. Dhe pse në atë moment? Pra, në Aruba bëhet një takim i disa shqiptarëve, që vinë nga pjesë të ndryshme të botës. Disa janë shqiptarë me origjinë nga Kosova me shtetësi të ndryshme, gjermane, spanjolle etj. Disa janë shqiptarë nga Shqipëria dhe disa nga shqiptarë që vinë nga Amerika. Dhe takojnë të gjithë në Aruba. Në një moment kur CIA, është ky takim i famshëm që flasim, në një moment që flitet që ka pas dhe një zyrtar shqiptar, në një moment kur CIA është duke bërë një operacion sekret, një operacional që ka të bëjë drejt për drejt me Venezuelën. Ata po interesoheshin për gjë tjetër. Po sigurisht janë duke monitoruar lëvizjen e parave dhe drogës, në cilën drejt për drejt janë përfshirë tre personazhe të lidhura drejt për drejt me Hezbollahun. I pari është Ali Fayad, i cili qëndron në Beirut tani, njëri shumë i rëndësishëm për Hezbollahun, personazh shumë hije, me doppio shtetësi ukrainase edhe libaneze. Në një moment caktuar ka qenë dhe këshilltar i presidentit pro-rus Janukovic që u rrëzua nga revolucioni në Ukrainë para se të fillonte lufta. I arrestuar nga DEA dhe nga CIA në Prag, në Çeki, diku para 10 vjetësh, dhe pastaj shantazhi i Hezbollahut ndaj çekëve dhe ambasadës çeke në Siri që ishte hapur atëherë, por edhe në Liban, ishte kaq i madh sa që ata nuk e ekstraduar në Amerikë, po e çuan në Liban, ku ndodhet edhe sot, është në gjithë listat e zeza dhe ky ishte Ali Fayadi. Ali Fayad. Pastaj, Ç'i e ka me Shqipërinë ky? prit, unë po të shpjegoj operacionin. Okej. Në këtë moment, Aha. janë dhe dy personazhe të tjerë. Ngjarja ndodhi në vitin Kjo ngjarje është në 2016, kur takimi i Arubës është në 2020-21, takimet e Arubës. Duket që ka pas më shumë se një takim. Ndërkohë që në krye të operacionit, pra që amerikanët po bënin të këtij operacionit Cassandra, ishte një tjetër libanez i Hezbollahut që shkonte dhe vinte nga Venezuela dhe në Aruba, që quhet Tarek Hisam. Tarek? Hisam. Po? I cili ishte gjithashtu një personazh shumë i lartë i Hezbollahut, i ngarkuar pikërisht me pastrimin e parave dhe lëvizjen e madhe të shumave të kokainës. Tani është e rëndësishëm pse viti 2020-2021, sepse jemi në kulmin e kohës së Covidit. Qartë. Është bllokuar transporti ndërkombëtar. Po. Parat nuk kanë se si lëvizin, janë bllokuar avionët. Ishte koha më e mirë për të lëvizur në këto. Edhe ka një marrëveshje nën tavolinë mes përfaqësuesve të Venezuelës, këta të Hezbollahut që kanë marrëveshje me Venezuelën që lëvizin gjithë trafikun ndërkombëtar të drogës, dhe me sa duket një grup i shqiptarësh që përfaqësonin interesa të ndryshme, të cilët
është ai momenti që fillon që vinë sasitë e mëdha të kokainës drejt Evropës nga grupet shqiptare, kryesisht në Hollandë, Spanjë, që janë gjithë to që ne kemi parë në ndër vitet arrestuar, të ndaluar, e tjerë që po i shohim me sasitë mëdha pra drejt Evropës, që quan që çmimi i kokainës nga diku që ishte $35-40.000 për kile, deri në gati $12.000 për kile. Ka shumë sasi kanë transportuar, bëhet fjalë për tonelata. Dhe duke qenë që kjo gjëja nuk kishte të bënte më, dhe e pam me arrestimin e Maduros në fillim vitit, nuk kishte të bënte më vetëm me çështjet e trafikut dhe të DEA-s, po kishte të bënte me sigurinë kombëtare të Amerikës. Kishte të bënte me Izraelin, kishte të bënte me Hezbollahun. Nga mbrapa ishte garda revolucionare e Iranit, që është edhe suportuesi kryesor i Hezbollahut, duke patur parasysh që Irani në anën tjetër është furnizuesi kryesor me heroinë i Evropës. Qartë. Këtu ne nuk kemi të bëjmë me një operacion policie, po kemi të bëjmë me një operacion inteligjencë. Kjo është dhe arsyeja pse këta njerëz, sepse në rastin e Sky-it, të Matrixit, këtyre përgjimeve, kemi të bëjmë me operacione policore dhe sistemet që kanë rënë përgjim. Kurse këtu kemi të bëjmë me njerëz që janë ndjekur, përcjell për vite në vende të ndryshme, filmuar dhe incizuar. Po kush janë këta njerëz? Do të thënë çfarë ka me Shqipërinë kjo? Se këta ishin shqiptar pra? Kush? Këta pra që kanë dalë. Ku kanë dalë? Aty pra te takimi i Arubës. Tek arrestimet e fundit, që bëri Spaku, ne na del dosja Aruba. Po, jo të gjitha gjërat që ka xhir Spaku tani. Jo, takimi i fundit, tek dosja e fillim javës. Prandaj u kthye Aruba tani, sepse Spaku ndërhyri dhe bëri arrestimet. Po kush, pra kë dyshon Spaku që ka qenë atje? Spaku i përmend me emra, i ka aty me dokumenta, pra ka zotin Shehu që është një nga bashkëpronarët e asaj që ka qenë takim. E kujt? Të Zvërnecit, janë këta vëllezërit Osmani që janë me origjinë nga Kosova që qëndrojnë në Perëndim. Këtu jemi live nga Aruba. Mos ja fut kod. Po, kjo është kamera live nga Aruba. Më shkojnë mendjelet jo. Lere që ka interesante. Dhe këta personazhet e tjerë të arrestuar që janë të gjithë në dosjen që janë gjithë shtetas shqiptar. Pra, çështja është sepse nuk shkon logjika, si ka mundësi që çohet gjithë bota, ruan dosjet mbas kaq vitesh e tjerë, për disa shqiptar. Edhe sikur të ishin sasi të mëdha, shqiptarët njihen tashmë në tregun ndërkombëtar drogës e tjerë, nuk do të kishte asnjë kuptim që të kishte një vëmendje kaq të madhe. Vëmendja vjen për shkak të vendit ku ka ndodhur, të kohës që ka ndodhur, të një operacioni kaq delikat dhe kaq të rëndësishëm të agjencisë më të rëndësishme të inteligjencës amerikane, e cila bashkë me agjenci të tjera, sepse aty është përfshi pastaj Hollanda, është përfshi Italia, pra Franca, se janë filmuar edhe në Franca, në Monte Carlo që shkojnë bëjnë takime dhe tjerë, pra janë ndjekur për vite, pra nëse në rastin e Sky-CC-s ne kemi vetëm përgjime telefonash. Qartë. Dhe sa këtu t'i thua që kanë filmime dhe kanë përgjime... Kanë filmime, përgjime në vëndet ku ka qenë dhe kemi emrat, kemi të fiksuar dhe janë ndjekur, do të thotë që ky operacion ka qenë shumë i rëndësishëm dhe ka kushtuar shumë, pra këta janë ndjekur për vite këta personazhe, dhe ajo që na tregojnë është vetëm pjesa që duket e icebergut, se ka shumë gjëra tjera që ne nuk i shohim. Pse tani? Sepse me rënien e Maduros, jo vetëm që rifilloi marrëdhënia politike mes SBA-s edhe administratës që menaxhon tashmë Venezuelën, edhe marrëdhënia tregtare e tregtisë naftës e tjerë. Por i filloi dhe bashkëpunimi mes shërbimeve inteligjente perëndimore dhe shërbimit inteligjent të Venezuelës, domethënë CIA-s, aleatëve të CIA-s edhe shërbimit inteligjent të Venezuelës. Kështu që ata çfarë dosje kanë pas, çfarë dokumentash kanë pas në raport me këto gjëra, ja kanë dhënë gjithëve perëndimorëve. Pyetje. Që do të thotë, në këtë moment që në anën tjetër ne kemi luftën në Iran, luftën në Liban, për cilën do flasim dhe pak më vonë, pra kemi edhe njëherë Mossadin, shërbimin iranian, kemi CIA-n, kemi shërbimet perëndimore, kemi Hezbollahun, gjithë. Kjo punë, pra, jo vetëm që lidhet me të shkuarën me atë kohë, por lidhet edhe me të tashmen, prandaj kjo gjë plas tani dhe prandaj ka pas kaq shumë vëmendje dhe bomba është kaq shqetësuese. Bomba, po
ti thej që është vetëm maja e majës icebergu, se ne nuk dimë. Sigurisht vetëm ajo që na tregojnë. Tani kulla pyetje kam unë për ta mbyllur këtë fabul, sepse me sa duket ndoshta kjo do ndiqet më vonë apo jo. Kjo është një gjë do vazhdoj. Çka ka zbuluar Spaku deri tani? Janë 3 shqiptar. Dhe dilve emra që të tim fakt. Jo, janë shumë, janë mbi 10-15 shqiptar. Përfshirë një sekond. Spaku 3 veta ka thënë që ka qenë takimin e famshëm të Arubës. Por janë shumë, 3 na tregojnë ne që kanë qenë, po kanë qenë dhe të tjerë. Mirë pra, tani kush është zyrtari? Ka pasur zyrtar? Se di, zyrtari do na dali, jam i bindur që zyrtari do na dali, edhe pse ka një gjë, zyrtari ose i zyrtari. Kur vjen në këto nivele çan, pastaj o do bashkëpunosh, se nuk ke si shkon. Nuk ka rrugë tjetër, thua ti. Po mi do të bëj një pyetje unë. Kështu që prandaj atyre që janë të përfshirë. Është folur për kokainë, është folur për trafik, është folur për trafik, është folur dhe për investime. Për investime ku do hedhin lekët në ndërtim këtu në Shqipëri? Po, jo vetëm ndërtime, investime, se janë vetëm Shqipëri janë dhe jashtë, sepse parimi i këtyre është, duhet të ndjekësh param për të kuptuar se çfarë. Po, kulla unë gjithë kuptoj, pse do takoheshin patjetër në Aruba? Po, ky pra është problemi, sepse Aruba është aty ku ndodh gjë, sepse është në Venezuelë. Dhe ku do takoheshin në Pa ishtë teren holandez? S'ka rëndësi, është vetëm 20 kilometra nga ty dhe gjithë droga Kalon droga atje në Aruba? E gjithë droga kalon dhe nga Aruba, është e sigurt kjo? Po, gjithë pagesat e naftës. Holandezët që nga të paparë. Po, prandaj shkonte edhe në Hollandë pastaj. Të gjitha pagesat që bëshin në zezë të naftës venezueliane që dilte në tregun e zi, të gjitha kalonin nga Aruba. Hollanda është dhe vendi i Bashkimit Evropian, më si ka mundësi që pranon të kaloj gjithë kjo drogë në një ishull të vogël? Po dhe e kontrollon, sepse Hollanda ka një nga shërbimet më historike partner me shërbimin amerikan. Pra, shiko sa bukur, kanë qenë ti thua e lë të kaloj për ta kontrolluar. Po sigurisht pra. Dhe tashmë ne kuptojmë si ka mundësi që ne që jemi kaq vegjël, në një ishull kaq vogël që ndodhet pranë Venezuelës, në një intrigë kaq të madhe ndërkombëtare. Ishull holandez, kujdes. Po sigurisht. Territor holandez. Pra, një nga 3 ishullet e Antileve holandeze, edhe në kulmin e Covidit, ku njerëzit nuk lëviznin dot e tjerë, se kur flasin thonë ka shku me avion privat e tjerë. Jo se kanë shku me avion privat se s'kishtë avion të tjerë. Problemi është se është koha që blokohet transporti aeror dhe vetëm me avion privat mund. Ti thua priten fagma nga kjo dosje? Kjo dosje, për mendimin tim, do haj... Po pse ti thua Spaku di më shumë dhe nuk na i thot, apo ka i di aq sa na ka thënë? Jo, Spaku di më shumë dhe nuk na i thot dhe është normale, se vazhdojnë hetimet, po mbi gjitha ata që i kalojnë këto informacione Spakut, se ki parasysh, Aruba ka dalë kohë përpara, pastaj doli media italiane, pastaj u mohua, tha janë fabula gazetareske etj. Pastaj përveç fabulave gazetareske, dolën dhe tani që u poqën kushtet, tash i ka filluar goditje me artillerit të rëndë jo vetëm e autoriteteve gjyqësore, por edhe mediatike. Kështu që ajo që shohim prandet them është vetëm pjesa e icebergut. Po do me thënë, kryeministri i Shqipërisë ka drejt, e shikon që ra alarmi, kështë e vënë 21:30. Prandaj, digjo, okulla, po kryeministri i Shqipërisë ka drejt të mburë tani. Thotë që Spaku që bëm ne, është duke goditur grupet kriminale deri në Aruba, për shumë. Jo, po s'po i godet Spaku, po i godet tjetër kush. Po ç'në si ka? Spaku bashkë me partnerët. Çështja është... Po bëhet në qeverinë e këtij, pra, ky ka drejt mburë, dua të them. Po, çon, ka drejt mburët. Po pse mos mburët okulla? Po ka drejt okulla. A është arritje kjo? Po ka drejt më çan, po tjetër që ka drejt. Po të them kush është përfshirë direkt ose indirekt në këtë gjë, problemet me kortizolin s'do t'i ketë pakte, po do ketë probleme me rraje zemre, me kështu gjëra. Sepse ajo që shohim është vetëm pjesa kaq e icebergut. Po në këto momente, për shembull, kjo dosja e Panajave që folet ti, që doli ve Aruba, nuk është arrestuar njëri nga këta të Arubës, apo jo? Është arrestuar një. Tjerët janë kërkim ndërkombëtar, njëri nga ata është emri aty në dosje po. Mund të flasë ai? Po se di, po besoj që janë duke folur e njerëz. Po ti e thua këto shërbimet. Se ka ndodhur në disa kontinente në njëjtën kohë dhe është në kohë tjetër, kupton? Kur kthejnë kokën mbrapa, se ka dhe një problem tjetër, çan. Po ta mbyllu se jemi vonë. Po ka një problem tjetër. Atë kohë, me që flasim për operacion inteligjencë, dikush që punonte këtu në Tiranë nga komuniteti inteligjencës amerikane, sot punon në Kolumbi dhe ndjek po të njëjtën dosje. Kupton? Hipotetikisht, dikush që punon të Tiranë dhe ndjek nga këtu, sot punon në Kolumbi dhe ndjek po të njëjtën dosje. Pra janë po të njëjtat grupe operacionale të cilat lëvizin. Po këta zakonisht kur ikin çan, nuk e se i mbyllin kontaktet me linjat e vjetra që kanë me bashkëpunëtorët, me ata që kanë drejtuar në polici, me ata që kanë qenë shërbime të tjera. Pra qarkullojnë këto gjëra. Se ne shohim është gotën vetëm nga ana jonë, por shumë e madhe gjë. Kush rrezikon nga kjo dosje, kulla, përveç njerëzve që mund të jenë përfshirë?
në trafikun e... Qa të them, që ose këta vazhdojnë këshu me këtë lloj sistemi që po godasin parat dhe do i blokojnë parat, rrezikojnë gjithë ata që mund të humbin parat, përveç se lirin apo edhe jetën, dhe gjithë kjo, se këtu nuk kemi të bëjmë me idealistin në rastin e Hezbollahut apo tjerëve, këtu kemi të bëjmë me njerëz biznesi, kështu që nëse vazhdimi do të jetë që do i godasin tek parat e tjerë, do vi momenti që këta për të mbrojtur veten do jenë detyruar të Ti bashkëpunojnë. thua Hezbollahu idealist, po ti e di që shumica e panave në cilët financojnë Hezbollahu vjen Jo, ta thash pra, Irani heroinën, këta me nuk ka Venezuelën, idealistët në histori do. Sigurisht pra, ti e pe dhe ta i klanin në Meksik që kështë... Jo, po të sjarova nga gjithë idealistët e më zosha që ku ke... Jo, kuptuar njerëz. prandaj edhe ta thash, kështu që ky projekti Kassandra ka qenë një nga projektet më interesante që ka bërë... Ç'është projekti Kassandra? Ky projekti Kassandra, A pse quhet Kassandra? Po, Kassandra, ky operacion këtu. Që ka vazhduar ndër vite. Tash nuk e di se cila etape e projektit Kassandra është, po kam përshtypjen se Kassandra vazhdon. Është emër i lashtë kinez. Kinez, po Bledio, papa. Bledio, Kassandra e kemi thënë Kotën Verogjës, ne dhe Kina Motor jemi sa gjysmë e botës. Kassandra ishte një personazh i antikitetit grek që parashikonte gjithë tmerret. E ka qenë Kassandra këta, a? Po, kështu ka qenë. Të kam thënë që gjithat këqijat nga grekët na kanë ardhur. Ora është 21:33 kulla. Bëjmë një gjiron të Roland Ledi dhe vazhdojmë me kullën. Do e ndjekim këtë histori, shumë interesante.